I riu socialist-demokrat Zoran Mamdani, i cili u zgjodh kryetar bashkie i New Yorkut të martën, tha se qyteti, vendlindja e presidentit amerikan, mund t'i tregojë një kombi të tradhtuar nga Donald Trump se si ta mposhtë atë. Në fjalimin e tij të fitores, 34 vjeçari, i cili do të bëhet kryetari i parë musliman i qytetit më të madh në Shtetet e Bashkuara më 1 janar, tha gjithashtu se shpresa ka mposhtur Tiranin dhe se në këtë kohë trazirash politike, New Yorku do të jetë drita. Kryebashkiaku i sapo zgjedhur i dërgoi më pas një mesazh të drejtë për drejt Donald Trump, duke thënë se nëse kishte një qytet që mund t'i tregonte kombit se si të mposhte Trumpin, ai ishte i qyteti që e rriti atë. Nëse ka një mënyrë për të friksuar një udhëheqës despotik, është duke çmontuar pikërisht kushtet që i lejuan atij të grumbullonte pushtet. Pra, ne nuk po e ndalojmë vetëm Trumpin, po e ndalojmë tjetrin, pra Donald Trump, sepse e di që po më shikon. Kam 4 fjalë për ty, ngreje volumin, tha Mamdani duke u duar trokitur vazhdimisht, duke fajsuar personalisht presidentin e SBA-s Trump për politikën anti-emigracion të karakterizuar nga bastisje, ndonjëherë shumë të zhurmshme. Zoti Mamdani theksoi se New Yorku do të mbetet një qytet emigrantësh dhe se për të arritur njërin prej nesh, duhet të na kalojë. Në prag të zgjedhjeve, republikani u bëri thirrje qytetarëve të votonin për kundërshtarin e tij kryesor, politikanin e qendrës Andrew Cuomo, të cilin zoti Mamdani e kishte mundur tashmë në zgjedhjet paraprake demokrate, pasi e konsideronte atë të aftë për të menaxhuar qytetin me të paktën 8.5 milion banor. Nëse kandidati komunist Zoran Mamdani fiton zgjedhjet dhe bëhet kryetar bashkie i New Yorkut, është shumë e pamundur që unë të vazhdoj të kontribuoj me fonde federale në qytet për te minimumit të kërkuar, paralajmëroi presidenti Trump nëpërmjet Truth Social. Në ditën e votimit, Manjati shënjestroi votuesit hebrenj, duke i nxitur ata të mos votonin për politikanin demokrat, i njohur për mbështetjen e tij për kauzën palestineze. Në përgjigje, Mamdani u zotua në fjalimin e tij të fitores se si kryetar bashkie nuk do ta braktiste luftën kundër plagës së antisemitizmit. Ai tha gjithashtu se mbi 1 milion musliman të qytetit të New Yorkut do të kenë një vend në korridoret e pushtetit, lidhur me një çështje tjetër që kishte shqetësuar disa votues pas thirrjes së tij të mëparshme për të çmontuar forcën policore që është raciste dhe anti-LGBTQ. Kryetari i ardhshëm i bashkisë premtoi të punojë krah për krah me oficerët e policisë që zvoglojnë krimin dhe të luftojë drejt për drejt kundër krizave të shëndetit mendor dhe mungesës së strehimit, duke u përmbajtur premtimeve të tij të fushatës. Kontrolli i qiras, udhëtimet falas me autobus, kujdesi ditor falas, zoti Mamdani tha se kishte marrë një mandat për një formë të re politike, një mandat për ta bërë qytetin të arritshëm për banorët e tij. Fitoria e Mamdanit është aktualisht kryefjala e mediave amerikane, me interpretime dhe reagime të ndryshme. Mediat progresive e mirëpritën zgjedhjen e tij si një pikëthese historike për New Yorkun, ndërsa rrjetet konservatore u përqendruan kryesisht në pozicionet e tij radikale. Disa komentues theksojnë se zgjedhja e Mamdanit pasqyron zhvendosjen e Partisë Demokratike drejt politikave më të majta, veçanërisht në qendrat e mëdha urbane, ndërsa të tjerë paralajmërojnë se ai do të përballet me sfida të mëdha në menaxhimin e një qyteti me paparazi të thella sociale dhe rritje të shkallës së krimit. Si shembull, citoj më poshtë kopertinën e New York Post që e karakterizon New Yorkun si një mollë e kuqe dhe tregon kryetarin e ri të bashkisë me një çekiç dhe drapër.